duke shpjeguar se ne urojmë vetëm zgjedhjet e lira. Tjera nuk urojmë. Ju e pat vetë se 7 rezoluta ndërkombëtare denoncuan zgjedhjet në Shqipëri dhe në narkoshtetin. Çdo gjë për Ramën. Ka dëshmuar çdo gjë për lindët. Ka dëshmuar çdo gjë. Ky Meçe thashë, Meçe ka dëshmuar çdo gjë. Gron Meçe. Për të gjithë strukturën supermafioze të një agjencie shtetërore. Nuk është ndërmarrje private. Është agjenci shtetërore. Akshi. Edhe kjo, sigurisht që shqiptarët dhe komuniteti ndërkombëtar për të gjitha këto nuk pret gjë tjetër vetëm rrëzimin e tij dhe fitoren tonë. Ndaj dhe me 10 shkurt është dita e kryeministit tonë paqësore. Ftojmë çdo qytetar dhe qytetare, çdo shqiptar të bashkohet me ne, sepse kjo betejë nuk është një betejë për pushtetin e njeriu. Kjo betejë nuk është një betejë për pushtetin e një partie. Kjo betejë nuk është një betejë thjesht e karakterit partijak. Kjo është një betejë për ekzistencën, për dignitetin, për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kur ndonjëherë ky vend s'ka patur nevojë më shumë se sot për ne. Faleminderit shumë. Faleminderit doktor për fjalën. Tashmë jemi në momentin kur keni hapësirën tuaj të diskutimeve, pyetjeve, sugjerimeve. Kush dëshiron që të marrë fjalën? Vetëm bëni një shenjë dhe mikrofoni është në sallë. Kush dëshiron të marrë fjalën? Markush. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Unë jam Zin Nikolli, 28. Vin nga ato shemjet e famshme të njësisë 8. Po filloj ne nga fundi. Ne edhe dona pushtetin, edhe dona paqësore. Ka diçka një kontradikt, po me Tiranën si fitojmë, me Tiranën nuk bahen. Elektorati është i paqartë, për të qenë jo unë, po elektorati, po ne përcjellim zonën e elektoratit ku vim tonë, nuk përcjellim personalisht tonë. Edhe po i referohemi historisht. Ato kanë marrë 44 në pushtetin me dhunë, edhe kanë marrë 50 vjetë. E kanë marrë 97 me dhunë, me luftë, edhe kanë marrë 8 vjetë. E kanë marrë 2013 po me luftë me dhunë. Unë jam kundër dhunës personalisht, jam pacifist, por e kanë marrë 2013 me luftë, edhe ka 13 vjetë edhe nuk po dim se sa do marrë. Pra, ata kanë marrë me pushke, me dhunë, edhe e marrin pushtetin. Ne e marrim me paqe, e dorëzojmë me paqe edhe s'merret vesh kjo punë. Dehet ka lejtë zgjedhjet. Zgjedhjet atje të ne si kanë vjedha si herë. Nuk po tham për një diferencë vogël, por që fakti që kena fituar gjithmonë nga 55 deri në 80% tregon që ka qenë Mihel
nuk i kanë vjedh votat sepse i kine ruaj votat. Jo se s'kan desh me i vjedh ata. Edhe jo se nuk na kanë sulmu ne. Por fakti herën e fundit paktën që kam vuajë një diçka unë, është që një pjesë atyne Mihal që kanë qenë komision, edhe pjesë e vëzhguesve kanë qenë të pa denjë për të qenë në komisione. Sepse jo që nuk kanë dhënë votën kur, por kanë bërë dhe fushat kundra Partisë Demokratike, ty ma foto dhe në komision. Vota ka dhe një problem thelbësor, si mas menës të eme dhe si mas asaj që kina njek të 35 vjetë. Edhe në momentin e fundit, njeri u në rënë. Por kur unë shoh për balë atë që më ka bon fushat kundra mejit, kur shoh për balë atë që ka votu kundra mejit, që aj me merë kartën e identitetit, për me mpa kartën time të identitetit, nuk e di, vjen një moment që them, atë votoja, mos të votoj, Mihel, për ata që jam nisë. Kjo është një problem thelbësor. Edhe një problem tjetër, dona kandidatin për kryetar të Bashkisë të Tiranës. Nuk mund të presim në fund. Ose nxirreni, ose Mihel hiqi dorë ta marrë Florian Bina. Nuk kena punë me Florian Binën ne. Ne e dona kandidatin politik. Nëse na bin Florian Bina e kompani me Florian Binaj, unë për vete i pari nuk e votoj. Faleminderit. Faleminderit. Tjetër. Po, një pyetje tjetër? Ngriuni në këmbë, të lutem, që t'ju shikojmë. Jo, nuk ka nevojë. Në këmbë, të lutem, që t'ju shikojmë. Kush e ka marrë mikrofonin? Okej, përshëndetje, doktor. Kemi një doktor tu. Profesor, Iliri është i nderuar me shkollë, fakultet. Jati vetë është më i nderuar, profesori. Dhe të tre jeni mjek. Dhe kandidatura më e mirë se ky nuk ka ku gjej Partia Demokratike. Dhe e dyta, ne njësia 8 gjithmonë kemi qenë demokrat. Kemi votuar. Besnik Mustafaj ka qenë i mrekullueshëm. Por nga hyrja e Jorit të Tabakut, njësia 8 u thy. Dhe ne që flasim, quhemi ish pronar, por ne jemi pronar. Dhe ish pronar na duket një fjalë e rëndomt. Se kemi prona dhe se kemi përfitu. Ti ke qenë profesor zemre, unë jam nipi i Hamid Dajës, ti ke bërë operacion, unë kam prona Rruga Vajës, e gjitha nde, ti di shumë mirë, dhe ne përnarët, quhemi ish përnarë. Kjo drejt në mohohet. Dhe si mund ta kuptoj këtë pjesë? Nga 7501 të lutem. A do mirë? Vazhdoni komentin. Vazhdo. Jo, nuk ka problem. Vazhdoni komentin. Të lutem. Të flasin drejt reale? Në qoftë se merret mikrofoni, merret djali? Jo, mund vazhdoni, nuk ka asnjë problem. Jo, mund vazhdoni. Ne po të dëgjojmë. Unë po të dëgjoj ty. Tash profesor, ti je nderuar. Unë kam idhull ty, jam që votoj për ty gjithkohës,
por ish pronar, se kuptoj dot. Unë jam pronar. A shumë vërtet. Tani, po ju përgjigjem edhe pastaj po vazhdojmë. Ja, 1 minutë. Është vërtet që në pamje të parë mund të duket se ka një kontradikt midis vendosmërisë tonë për të rrëzuar Edi Ramën dhe qëndrimit tonë paqësor ose rrëzuar me mjete paqësore. Por ne kemi histori. Kjo histori është e tillë. Partia tjetër është një parti që ka lind në krim. Në krim ka lind. Ta themi të vërtetën. Është një parti e cila ka vazhduar me krim. Është një parti e cila e ka filli kuq krimin. Ne ja kemi dalë gjithti kundër asaj në rrugë paqësore. Erdhën pushtet me dhunë në 97-ën, e kemi qarë. Ne shkuam në zgjidhje politike, ja u thash, ne ishim të vendosur që përgjerësa shqiptarët menduan se ne i kemi marrë lekë të tyre, ne nuk rinim në pushtet, edhe bëm shumë mirë. Ata rrëbyen armë, por ne prap me votin zorëm nga pushteti. Dhe ju garantoj që prap me vot do të nxjerrim. Vetëm disa gjëra. Pse e them këtë tani? E them këtë se në betejë kundër një qeverie nuk është zonë do të tjate kur, në qoftë se ajo vjen nga zgjedhjet lira dhe qeverisë sipas ligjit. Çdo përpjekje për të rrëzuar një qeveri të tillë të kthehet në bumerang. Ne në 21-shin na i mori zgjedhjet ai. Dhe një gjë, vota në farsë elektorale, vota vdes pa hyrë kuti. Nuk mund ta gjykojmë ne me procesin e votimit, se gjithçka ka ndodhur para votimit, se 2 miliard euro u dhanë para votimit, se 100 euro për pensionist u dhanë para votimit, se 28.000 hektar kanabis u dekretuar para votimit për të mbjellë, e tjerë me radhë. Për fat të keq, në vitin 21, në vend se të merreshim me identifikimin dhe mbrojtjen e votës, nuk u morëm. I dini vetë. Nuk u morë, ai që ishte nuk u morë me atë punë. U desh 23-shi që të ndodha ajo edhe me radhë. Pra, tani ne jemi me durë të lira. Tani ne jemi në përputhje me ligjin, në të drejtën tonë. Ka një ndryshim, një dallim midis asaj proteste që bëjmë ne një ditë dhe asaj proteste që duhet të bëjmë ne. Protesta që duhet të bëjmë ne është mos të shojmë sheshin. Kjo është, aty do shkojmë. Aty do shkojmë. Ja u them unë ju, ne aty do shkojmë. Ne nuk tërhiqemi. Jo. Tani jemi një betejë ekzistenciale për Shqipërinë.
vetëm në 25-ën, nga Shqipëria të rit, nga Shqipëria janë larguar 4.2 herë më shumë të rinj nga Shqipëria se sa nga Serbia, se sa nga çdo vend tjetër. Pra ne kemi betejë për ekzistencën tonë këte. Por, kemi fituar çdo të drejtë të këtë betejë. Tani shtoj, prit. Son të ndodhë kjo që ju thash, nesër nga këta pret çdo gjë. Son të vendosin të mbrojnë Lubin me gjykat. Nesër, ai është në një panik të tmerrshëm. Ju e keni vure se si është bërë, si kur del nga arkivoli, është bërë i pakallur. Nuk din çdo vendim mund të marrë. Por ne jo, ne e ruajmë gjaktofsin, ne e ruajmë vendimin tonë dhe ne do i shkojmë gjërë në fund largimit të tij. Nuk ka asnjë shpresë. Kjo kërkon që secili nga ne të bind sa më shumë qytetar për protestën e qëndrueshme. A do ndodh? Do ndodh. Ju siguroj që do ndodh dhe është rruga e vetme. Faleminderit. Prit. Respektin më të madh për të dy përfaqësues të komunitetit Tiranës dhe të Partisë Demokratike, si për Ilir Ali Mehmetin, ashtu dhe për Jorida Tabakun. Dhe